në Kosovë që vërtet me një numër të madh votave e votojnë një qeveri inerte, një qeveri antidemokratike dhe një qeveri e cila na ka prish marrëdhëniet ndërkombëtare me të gjitha shtetet e posaçërisht me Amerikën, me të cilën asnjëherë ma keq Kosova nuk i ka pas punë. Për fat ende populli është pra Amerikës, për ndryshe qeveria në shkuarje bile njeri prej deputetëve Dimal Basha thotë që nuk janë fare më rëndësi marrëdhëniet me Amerikën, sepse ata nuk dohet na i ndreqin neve punët apo të na rregullojnë punët e mbrëmshme, ne i rregullojmë vetë. Por ne e dim që pa Amerikën as nuk do të kishte liri, as nuk do të kishte pavarësi, as nuk do të ketë ardhmëri Kosova nëse Amerika vërtet tërheqet, apo nuk po them tërheqet, por rën kështu pasive, siç është duke drejt, ne do të vendëmrojmë edhe nuk kem të ardhme në Kosovë. Zoti Vetkoceri, ju lutem jepni një koment për ta mbyllur përzgjedhjet në Shqipëri dhe fitoren e mandatit të 4 nga kryeministri Edi Rama. Një pjesë e analistëve në Kosovë mendojnë që me këtë zgjedhje, pra rizgjedhje të kryeministrit Rama, Kosova humbi një mburoj politike, ekonomike dhe ushtarake, pra ishte një vot, një shuplak për Kosovën kjo zgjedhje. Ju e ndani këtë mendim, pra cili është mendimi juaj më saktë? Absolut, nuk është kur të farë shuplake. Rizgjedhja derisa në Shqipëri nuk ka opozit, nuk ka pozë, nuk ka, derisa Shqipëria mendon nga njeri si doktorit të fitoj Edi Ramën, i cili në arenën ndërkombëtare e ka primatin jo vetëm Ballkanin perëndimor, por edhe magjor. Derisa Edi Rama pret 47 shtete në formën më të mirë të Evropës edhe jo vetëm BE-s, derisa në nivel aq të lartë ka mundësi Shqipëria të organizoj një summit siç ishte ky i fundit, derisa Shqipëria zhvillohet kaq shpejt, derisa Shqipëria pret që deri në 2030 presim edhe ne të shkojnë në Bashkimin Evropian. Unë jam i bindur që populli shqiptar nuk ka gabu fare. Ata në mes dy të qijave, nëse mund të themi, ka zgjedhur të keqen më të vogël. Sepse keqe shumë më e madhe do të ishte opozita e udhëhequr nga Salini, jo po them Partia Demokratike në asnjë mënyrë. Nuk po them, por një opozitë e udhëhequr nga një njeri i moshuar, 80 vjeçar, i cili vërtet theme ka humbur të ruan dhe nuk është edhe shumë esull të udhëheq me shtetin, mendoj që fitoria e Edi Ramës është e merituar edhe e mirë se ardhur për Kosovën. Nuk mbaj mend diçka të mirë as para luftës, as vitet të 90-ta, as në luftën e Serbisë me Bosnën, që diçka të mirë, edhe në luftën e Kosovës, kemi pas prej Sali Berishës. Sepse e di mirë thyrjen e embargos, i di mirë furnizimet ka kanë ardhur Serbisë me naftë kur ka qenë në izolim Serbia, kur ka bërë luftra. Ato janë krejt njohura, tani unë s'kam nevojë të përsëris. Kështu që Edi Ramës i urojmë suksese, nuk më vjen mirë që është mandati 4, se nuk kanë rregull në demokraci, edhe Amerika t'i lejon 2 mandate, por derisa Shqipëria, derisa populli shqiptar, nuk do ta ketë një opozit të mirëfillt. Kështu do t'jetë. Megjithatë, raportet me Shtetet e Bashkuara si Prishtina, si Tirana, nuk i kanë të mira, e ne akoma s'kemi marrë një urim për procesin zgjedhor dhe për fituesin. Unë besoj që raportet Edi Rama do t'i rregulloj. E ka fuqinë, e ka sensin, e ka talentin, e ka aftësinë që përkundër gabimeve historike që i ka bën të kaluarën, Edi Rama është përmirësuar. Edhe unë jam i bindur që do të arrit të përmirësoj raportet me Amerikën
derisa Albini nuk do t'i përmirësoj asnjëherë, sepse i ka të humbura totalisht, edhe të tjerët po, por Albini shansa s'ka. Zotëre Koceri, unë të falenderoj shumë për këtë panoramë të gjerë, të gjatë edhe në brendësi të problemit, si në Prishtinë, por edhe në Tiranë. Jam shumë i njohës për analizën dhe për kohën. Faleminderit edhe për jush. Jemi në dispozicionin tuaj kur të dëshironi, jam i gatshëm. Faleminderit. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj një javë të mbarë. Shpresoj që deri në radhën tjetër qeveria dhe kuvendi të jenë konstituuar. Të uroj më të mira. Jo, unë nuk besoj që do të jetë edhe për një kohë. Për te dëshirës edhe unë në gjykimin tuaj jam që më duket shumë e vështirë dhe në dritë në fund tunelit nuk ka, ndoshta do jetë ajo që ju thoni që në vjesh do duhet të flasim për dy palëzjedhje. Ajo më e keqja e mundur është ajo, por ç'ti bëjmë kur kemi lider të tillë autoritarë që dëshirojnë veten, dëshirojnë më të keqen e vendit, dhe ku jemi si vend. Karrika me çdo kusht i kushton vendit. Unë të uroj më të mirat. Faleminderit.